patate është një perime e shëndetshme, me pak kalori dhe nuk ju bëj të shtoj pesh. Patlıcani, prodhon një frut me të njëjtin emër si një perime negativ. Është shumë e lidhur me domatë dhe patatet dhe kultivohet në Indi. Truhet zakonisht si rumbullak. Fruti është me tull dhe ka një diametër rreth 3 cm. Karota është një perime e rrejtë, zakonisht me ngjyrë portokalli. Ekzistojnë dhe variantet e tjera, të buko, të kushit, të bardhë dhe e verdhë. Pjesa që hahet e karotës është rrenja. Ajo ruan rol dhe vital në sistemin tonë imunitar. Ajo nuk ka kolesterol dhe ka fuqi të madhe për të shkatruar qelizat para kancerozit të njerëzit. Hahet e gatuar ose pa përmbuluar. Duhet të konsumosh çdo ditë pasi është një burim me fibra, vitamina B6, K, C dhe bakër. Speci është një bimë barishtore e cila përdor për të ushqyer duke bërë gjellë, sallatë të tjera. Speci është